Përmbytjet e vazhdueshme dhe dëmtimi i rrugës nga vështrimi i ujrave kanë ngritur në protestë banorët e fshatit Gjormë në bashkinë Kurbin, në shenjë indinjate ndaj mosveprimit të pushtetit vendor dhe qendror. Për parandalimin e përmbytjeve, banorët kanë bllokuar për disa minuta rrugën nacionale Laç-Mamuras, ku nuk munguan as përplasjet me autoritetet. Sipas banorëve, kjo situatë është e përsëritur dhe vjen si pasojë e mungesës së ndërhyrjes në pastrimin dhe sistemimin e kanaleve kulluese, çka bën që zona të përmbytet sa herë ka rreshje të tendura shiu. Ne jena ka 3 ditë kemi ka dalim, ujti ka plas kena dal mrama, te jena mbi 300 shtëpia nena, si bën fjalë për 2000 sa njerëz që kena ngel blloku kret prej ujtit, rruga që si ja bën filmonja me kamerë, skalohet tu si me qenëm Kandahar. Këtu fonde ka bashkia të paktën për mirëmbajtjen e rrugëve rurale Mihëll, Zhavarre, Milan, Slavatorin me pastru kanalin. Na kena 20 vjet. Tu një të vas kena sa herë bjeshi. Kanali ka mbi 20 vjet ka nuk ka lasë herë. Vitin e kalin sa mi la faqe ku s'ka patori. Ne kanë punë mram, ne kanë punë orën 8. Darkës tu zbote çdo punë. As drita, as rrugë, as ujë, as zon. Se atë kërku, po të citat në besit drejt citet rrugë veç apo se. Plesi kena. Po ku më kalu më këtu s'ka tonku. Dia gaci tu kalu këtu, jo më kalu ne. Si apo rrugë, kena marr mram të bashkisë në telefon, kena marr policisë në telefon, asnjë nuk na përgjigj. Edhe përgjigja e këtynve kasan, zeni mjetët ju, ja bim naftën ne. A kupto? Ka zon kanë thonë. Dal mrami kena bllokuar me lopata. Nuk ka ardh kërkush, i bishim telefonit aty të bashkisë Eduard Kurtit, ai s'hapte telefonin fare, kishte fik telefonin kret. Është i shifnja vetë situatën, s'kena se më fol më. Prapë njëjta situatë, para 20 ditësh me datë 18 nëntor, hyri ujti, as si lloj mase sumor, mas dameve kolosale që ka pas biznesi, që ku keni ato filmimet e gjitha, as si lloj gjëje, as si lloj ndërhyrje suba. Të kaloje 1 metër e gjys ujë mbi rrugën nacionale është krim, nuk di gjë si ç'a më bëhet, ç'a të bëjmë. Ti fusim Çelsin 2 herë, unë kam shpall falimentim, s'kam ç'a bëjmë. Ç'a të bëjmë? Nuk s'ka rrugë tjetër. Në dy biznese këtu që hajnë 2 familje buk, si jetojmë këtu, përmbytëm shtashë, më vonë, prapë nuk ka marrë asnjë lloj mase. Gjormi mbetet një nga zonat më të prekura nga përmbytjet në bashkinë Kurbin. Kjo situatë është përsëritur brenda një harku kohor prej rreth 6 javësh, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe vështirësi serioze për jetën e përditshme të banorëve në këtë zonë.